Këshilli për operacione zgjedhore ka pranuar një raport sot nga sekretariati, në të cilin paraqitet kronologjia e një procesi që ka të bëjë me verifikimin e votave të numëruara në qendrat komunale të numërimit. Fillimisht sekretariati me datën 10 ka bërë një shikim të video incizimeve të disa vendvotimeve dhe në bazë të atyre të gjeturave i ka ofru Këshillit për operacione zgjedhore të gjeturat të cilat, në bazë cilave ka gjetur mos përputhje në disa prej kutive të votimit tek votat për kandidatët. Më pas, Këshilli për operacione zgjedhore unanimisht ka kërkuar nga sekretariati që të bëjnë një verifikim të brendshëm të këtyre votimeve në gjithsej 52 vendvotime të 38 komunave dhe më pas me datën 12 sekretariati ka filluar të bëj këtë verifikim, ku gjithsej janë numëruar 33 vendvotime, pra janë verifikuar votat e kandidatëve në këto vendvotime dhe në bazë të gjeturave ka rekomanduar të sekretariati tek Këshilli për operacione zgjedhore themi rinumërimin e 10% të kutive të vendvotimeve në të gjithë Kosovën, kurse për 10 komuna ka rekomanduar numërimin e 100% të kutive në këto 10 komuna. Prizreni, Ferizaj, Skëndera, Ishtime, Vushtri, Dragash, Mamush, Kaçanik, Leposaviç dhe Ranilug, pra rinumërimi deri në 100% të vendvotimeve, kurse në komuna tjera deri në 10% të vendvotimeve. Si që përmenda, në bazë të atij procesit të verifikimit të rezultateve, ka dalë një shmangje që për ne ka qenë shqetësuese, pra ka pas deri në 714 votat themi për kandidat që kanë ndryshuar gjatë verifikimit në secilin komunë të vetëm 2 subjekteve, po ka pasur në të gjitha komunat shmangje, disa prej tyre janë normale, sepse janë brenda kuadrit të gabimeve njerëzore, por për ne ka qenë shqetësuese që në disa komuna kemi vrejt një trend jo normal, andaj për të siguruar transparencë dhe saktësi të procesit të numërimit që ka ndodhur në qendrat komunale të numërimit, Këshilli për operacione zgjedhore rekomandon tash KQZ-s që të miratoj pra rekomandimin tonë nga sekretariati që në 10 komunat të cilat i përmenda të bëhet rinumërimi i kutive në të gjitha vendvotimet e këtyre komunave, kurse në komuna tjera të bëhet deri në 10% të kutive të numërimit. Zaista za prebranih 2% glasova u općini Prizren da izađe ovolika diferenca je strašno, zastrašujuće i mislim da treba ne samo u opštini Prizren, nego svuda gdje je velika diferenca treba se prebrojati 100%. Znači ako smo toliko uložili u ovaj izborni proces i u tehnologiju, ljude i da imamo greške da... Natyrisht që shtesim këtë propozim, për faktin se qëllimi ynë i vetëm i gjithëve këtu është që të pasqyrojmë sakt vullnetin e secillit qytetar dhe kemi obligim që të marrën gjitha masat të duhura në mënyrë që vota secilit pasqyrohet sakt edhe drejt. Gjithmonë po flasim, siç e thanë edhe kolegët, votën e brenda llojit të subjekteve politike, votën e kandidatëve. Në mënyrë që të evitojmë të gjitha parregullsitë e mundshme që kanë ndodhur. Ajo që ka më shqetëson është fakti që kjo po përsëritet, do të thonë çdo pol zgjedhje. Dhe pavarësisht masave të cilët ne gjithmonë kemi tentuar me marr masa sigurie në proces zgjedhor, prapë se prapë po ndodhin gjërat e tilla. Është ndoshta momenti i fundit me mendu seriozisht se cili do të jetë plani ynë në mënyrë që me evitu diçka të tillë dhe personalisht e kam bindjen që duke pas parasysh se zgjedhjet binë në dorë të subjekteve politike dhe të komisionerëve të cilët subjektet politike i nominojnë, atëherë edhe kur e shikojmë kronologjinë e proceseve zgjedhore, shihet qartë që
diçka s'po funksionon dhe kjo prap po ndodh. Ndoshta sekretariati duhet me mendu, unë nuk e di se cila do t'jetë kostoja nga kënd vështrim nga dita sotit, po skenimi i fletbotimeve duhet jetë i pa kompromis edhe mënyra e vetme për ta evituar një qasje të tillë, një përpjekje të tillë të kandidatëve, pavarësisht nga vijnë ata për të pas vullnetet përhershme për të manipuluar procesin. Nuk po mjafton as përcjellja këtyre defekteve në prokurori, se ndoshta kohë gjatë 3-4 vjet njerëz pa harrojnë, pavarësisht se nëse përballet dikush me shkaktimin e një vepre të tillë penale, po ne duhet me mendu se cila ose çka duhet ne me bë për me parandalu diçka të tillë, dhe mendoj që vetëm skanimi i fletvotimeve eviton për të ardhmen një parregullsi e cila po na përcjell vazhdimisht. Do me thonë që të flasim qartë dhe të mos vijmë situatë që disa antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkojnë rinumërim të plot e disa tjerë janë për rinumërim të pjesshëm. Përpara se me ardhën këtë takim, antarët e Kozit, Komisionit për Këshillit për Operacione Zgjedhore kanë pas një diskutim shterrus, edhe arsyeja pse kemi ardhur në mbështetje të këtij propozimit sekretariatit është se në këto 10 komuna ndryshimet ose gabimet kanë qenë më të mëdha. Prandaj kemi vendosur që në këto 10 komuna të bëhet rinumërimi i plot 100%. Fakti që komunat tjera shkojnë në rinumërim në 10% votave nuk e përjashton mundësinë që edhe këto komuna, nëse vrehen mos përputhje, të shkojnë në rinumërim plot. Standardi prej 2%-ve nuk e ka dëshmu këtë. Ndoshta kriteri prej 10%-ve na detyron që t'i çojmë edhe komunat tjera në rinumërim. Po përpara se ta marrim një vendim tillë, na duhet me pa se çka sjell 10%-shi, nëse ka trendet të mos përputhjes se votave brenda kandidatëve të të njëjtës parti politike, atëherë vendosim me shku me 10%. Prandaj unë apeloj të kolegët që t'jenë unik në votën e tyre në propozimin që e ka dhënë sekretariati. Faleminderit kryesues. Dy çështje shumë të shkurta, një kolegja me gjatë më duket pyeti mbas çka fitosh vendos që të numëron 2%. Ishte ashtu? Atë kuptova drejt? Je 2%-shi, që shkarte 2%-shi, jo të edhe. Veç pak. Kolegja, nese, po si të qoftë, edhe çështja tjetër që po du, unë ashtu e kuptova, mundet që se kum kuptu dhe, edhe çështja tjetër është, unë mendoj se ne nuk pengon të më thonë 10%-shi, në numëro dhe tjera, që ato që numërohen njerë nuk numërohen për herë dytë, do më thonë ajo është një vazhdimësi, po edhe unë mendoj se na do të me qenë transparent deri në fund, pa marrë parasysh tendencat, pa marrë parasysh përpjekjet, qëllimet, ne mas pari me fakte do të me konstatue çka ka. Edhe fakti vetëm është do më thonë kjo që përbëjmë, edhe tjetra mandej është çështje Komisionit Qendror Zgjedhjeve, sekretariatit, me nxjerr gjitha dhënat, do më thonë, me fakte, po edhe me emrat atyre ku vrehen qëllime edhe motive që prekin vullnetin e popullit. Ose vullnetin e votuesve, mos të flas në emër të popullit. Po vullnetin e votuesve edhe gjitha ato të drejtohen institucioneve drejtësisë. Faleminderit. Me dhonë edhe disa sqarime. Një të shifrat e numrat, kur të merret 700 që përmend në prezrene janë 35.000 kur batën, që mi ditë janë kandidatëve ato dhe janë të dyfishume edhe ka janë bartë. Është dyfishe, prej kur të janë bartë edhe ku kanë betë, është dikon 350.
e ajo është në 735.000, se ka 10 kandidati votojnë, janë 73.500 votues. Në mund për mësë më mbet për opinion që u bo se jenë bo 35.000. Anën tjetër, këto mire pa zotin Nitaj, edhe më pas sëqarime plëtsuse që edhe për opinionin edhe për gazetarët. Ndërsa sa i përket kërkesës këto zonjës, Lordona, përveç numrit është pa dhe intenca a ka ndodhë dhe qka. Të mona a ka qene mundësisht e rasishtme, apo mund të konsiderohet si tendencë. Shto që prandaj nuk ka të bëj kugjë me këto, mos e mërti se të po e shejen 8 komuna që jenë të mëdhajet në këton, kërkush nuk e ka po kërkush qëllimisht, po e kanë po edhe kanë analizuar. A është vetëm gabim njerëzor, apo ka edhe një tendencë. Kjo është. Dhe apo jenë analizuar mirë, askush me qëllim se ka po atë punë, po është analizuar që mund më pas një tendencë për diçka. Dhe kërkush do të me i friguar i numrimet. Sepse ato jenë në kuti, ato kanë më pa qysh janë, kanë më kontrolua. Ata që kanë bo ja pafshin hajrin, ata ja pafshin hajrin, se cilët pejt parit e të mëramit, aj që e ka bo. Dhe komunat tjera, komunat për të cilat zonja Mitera, po thot, nuk mund nëse ke marrë një mostër, dallimi është njerëzor, për shembull në një kuti 10 ose 13 vota, 13 ose 17, tash më thonë na po marrëm ato sa ato janë gabime njerëzore, edhe njerëz jemi mund gabohet, për shembull kur të llogaritsh një kuti që mund është me pas 500 vota, kur të numërojsh me 10 janë 5.000, ndodh një ndryshim i cili është i papërpellshëm, as është 1%, por 0.sa%. Po edhe për ato ke mendos më shku në 10%. Që që unë e konsideroj që rekomandime është shterrua edhe është analizuar shumë mirë. Mendoj që duhet të votojmë edhe të shkojmë. Po për ata që shihet që kanë pas tendencë kanë bo, ja pafshin hajrin. Në prokurori gjithë. E hedhin në votim, kush është për miratimin e rekomandimit? Kundër apo abstenim? Abstenim. 9 për 2 abstenime miratohet rekomandimi, vetëm për media dhe për antarët të këshillave të vend votimit, nëse pas rinumërimit konstatohet që janë manipulu votat e kandidatëve brenda partive, të gjithë do të flet paraqitje penale në prokurori për të gjithë ata që kanë numëru dhe kanë bërë këto manipulime. Por kjo do të vendoset pasi që të përfundoj rinumërimi.